Unë që kom jetu në Shkup 12 vjetë, Shkupi, Macedonia janë ma fetar. Edhe do më thonë, çdo dytën fjalë në klasë, në fillore, e të mesmën ishin duat. Edhe isha shumë interesuar gjithmonë edhe i du shumë krejt ata që i kom pasë në klasë, mi shkrujshin, mi mësojshin duat. Edhe fillova prej klasës 7 unë me agjeru atje, në Shkup. Do më thonë, unë agjeroj prej klasës 7. Gjithmonë e kom pasë atë lidhjen të me Zot. Edhe gjithë çka kum bo në këtë jetë kum bo për Zot. Sidomos tash, që thojnë minimumin e re, nëse në qëfë se është për me pështu diçka, me situatës besëm që skuqna, që detyrona me bo, se lere mo me bo me qëllim, si vjen shpreje. E kom vujt gjithmonë rahati, za ertu jetu në të kohën stres, në publik, fëmijët famshëm, e dashurojsha rahatin, harmonin, gjithë vujsha me nejt me njerës që jetë mirë, që jenë pozitiv, interesant si e rej, si e vogët. Adhuruse qetësis, edhe paqës, edhe me flajt lorat, po kuptan. Edhe të lidhët, po kuptan, aja pun, usmu vlau, ajo ka qenë, do me thonë, dita kur u shnosh, që e kuptum që nuk e ka të përhapën gjatë në krejt trupin, si vazhdohet kemoja, ajo konë dita ma e lumë të rejetës tem, gjithmonë kom u konë, sa do që jënë borë nane janë këto ditë, që ajo ditë është për mu fillimi i gjithë shkafit,